Ujërat e zeze janë kthyer në rrezik epidemie për banorët e fshatit Mbrostar dhe në veçanti për nxënësit e shkollës nëntëvjeçare. Banorët, nxënës dhe drejtues të shkollës konfirmojnë këtë situatë shqetësuese. Sipas tyre, kanalet anës godinës së shkollës, por edhe rrugët e lagjeve janë të mbushura me ujërat e zeza, të cilat depozitohen aty prej kohësh. Jo, i gjithë fshati këtu mblidhet në këtë kanal. Prandaj është i gjithë ju. I gjithë fshati, gjitha se janë lartë ata dhe i gjithë ujërat këtu zbresin në këtë kanal. Të merret masa, të rregullohet, të vënë fëmijë në shkollë. Pse derdhen se janë mbushur kanalet, nuk i përcjellin, janë bllokuar. Thuaj për këtë vendit. Edhe ngelen aty, anë e shkollës. Dhe neve një pjesëve na ngjerë brenda. E kam depozitën brenda unë. Më vjen ujë gjikteja nga brenda, nga jashtë më hyn brenda në shtëpi. Para disa vitesh pati një projekt për ndërtimin e kanalizimeve, por nga investimet nuk duket asnjë gjurmë tubacionesh, ndërsa gjendja e ujërave të zeza e ka kthyer këtë fshat në zonë të pabanueshme.